Faleminderit të nderuar deputete, si ministër i financave e kam konsideruar që nuk e kam diskrecionin për të qenë i përgjegjshëm dhe nuk kam diskrecion që të vonohet ky ligj. Pra shteti nuk mund të mbetet pa buxhet. Mund të jetë buxheti më i keq ndoshta i mundshëm, sipas vlerësimit cili do për juve. Mund të jetë buxheti më i mirë i mundshëm sipas vlerësimit të deputetëve të pozitës. Këto mund të jenë mendime të ndryshme dhe mund të debatojmë. Megjithatë, na duhet ta kemi një listë të buxhetit. Debatet substanciale që po mendoni që duhet t'i zhvillojmë, pajtohem me ju, duhet të zhvillohen. Mirë po na lejoni kohë që atë debat ta zhvillojmë kur e kemi një listë të buxhetit i cili e siguron mbarvajtjen e shtetit, ndërkaq ne do ta sjellim rishikimin muajin e ardhshëm. Pra, rishikimi do të sillet muajin e ardhshëm sepse është i domosdoshëm fillimisht për dikasteret qeveritare, por edhe për komunat. Sepse ka shumë komuna që kanë ndryshuar kryetarët, nëse nuk kanë ndryshuar kryetari, mund të ketë ndryshuar përbërja e asamblesë komunale, e cila ka ndryshuar mendim ndoshta sa i përket përbërjes së buxhetit, pra gjithsesi do të ketë rishikim. Dhe do ta bëjmë në afat rekord. E po besoj që aty do të zhvillohet pastaj debati, diskutimi sa i përket edhe reflektimit të prioriteteve, por edhe kemi pra komoditetin e mbarvajtjes së shtetit. Pra kjo është arsyeja pse ka kaq urgjencë. Ideja ka qenë që edhe në qeveri, pra nuk kemi bërë diskutime ditën që janë emëruar ministrat që kanë marrë detyrën, pra dorëzim pranimin, kemi proceduar me ligjin për ndarje buxhetore në mënyrë që të fitojmë në kohë, të sigurohemi që ka siguri shteti, ka mbarvajtje dhe rishikimi do të vjen në afat rekord. Për te i zotimit që mund t'jap këtu si ministër i financave, nuk mund të them gjë tjetër. Por çka na duhet një stabilitet dhe një siguri që shteti ka buxhet, që organizatat buxhetore, në rast se u duhet të prokurojnë diçka që shkon për te ndarjes një të 12, ta mund ta bëjnë atë. Tjerat mund të t'i diskutojmë, por prapë po e them, ideja ka qenë kjo, asgjë tjetër. Faleminderit.